Në Indi, njerëz specializuar, filozofa, doktora, mjeke, pedagoge, psikologe, me doktorata, me dekorata, por a i shkon dhe i përullet lopës. A i shkon dhe i përkullet lopës. Te kam të lopës e vjen balli. Kjo është dalaleti. E ne nuk i përkullemi askuj përveç Allahut. Vetëm Allahut i themi Subhana Rabbiyal Ala. Andaj, ka qenë Rub'i, sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka shku në takim me mbretin e Bizantis, kur ka desh të hije brenda me shtagën ndo, kryet lartë, krenar, jo me ndjemadh, ka dallim në mes krenarit me islam dhe me ndjemadhit, jo krenar me din, edhe i kanë thonë ato roja, kada, ku shkon ti kështu? Ka thonë pse? Kem takim. Ka thonë po ti duhet përkulesh, kur të hinsh te mbreti duhet ti përkulesh. Dhe gjovë vllai dashur. Ka thonë nahnu qaumun la narka'u illa lillah. Ka thonë ne jemi një popull që nuk i përkulemi që tërkuj pos Allahut. Ne je krenar o vllai dashur. Ne nuk i përkulemi që tërkuj pos Allahut. Ne nuk përkulemi të vërrezat. Ne nuk përkulemi të përmendoret. Ne duhet të mësojmë fëmijët tanë kur e thënë një vjersh apo diçka tani përkulet para publikut. Jo. La narka'u illa lillah. Përkulje vetëm Allahut. Kjo është dini jon. Kjo është krenaria e dinit ton. Andaj ka qenë Omer Muhtari radiallahu anhu, i cili ka luftuar me italianët sa ka mujt dhe ka ra shahid. Para se të bjen ai shahid, i ka ndru jetë bashortja, i ka ndru jetë gruja. A besoni që ai komandant, ai njëri madh, që s'ka ditë frikë, që vdekjen e se ka marë parasysh për vatan, për din, por kur i ka vdek gruja, ka qajt. Ku është sekreti? Me qajt pësi ka vdek gruja? Po ai ka qajt. A dini pse ka qajt? Kur e kanë pyet, kanë thonë ti, po qanë pëse të ka vdek gruja? Ka thonë o burra, qaj vetëm për një gjanë, gruan time e qaj vetëm për një rast. Cili është ai? Ka thonë se kur shkonja te tenda ime, ku e ka pas vendin, kur shkonja dera kishte një perde, ajo kur e mirë ke vesh se unë jam të shku, me të ngajt me e ngrinjë të atë perden lartë. Edhe kur dilsha, pas të elshonte, kur dilsha, me të ngajt me paramenje e ngrinjë të naltë perden. Edhe njëherë tha e pyta, i thash, po pse e ngre ti? O vlezën, tha e ngre o nderuar, se nuk kam qef ti ta ulish kokën. Nëse perdja është poshtë, ti lip ta ulish kokën. Unë e ngre që ti të hinsh krye lartë, dhe kur të dalish krye lartë, se zban ti ta ulish kokën. Gruaja, o vlezër të dashur, po ja vlen të qanë njeriu për një grua si ajo. Ja vlen njeriu të qanë për një grua që të ndihmon në din, që t'i edukon e vladin, që ta mirëmbar shtëpin, që ta ruan nderin. Hunne libasun lekum wa antum libasun lehunne. Allahu dhul Gjelal tha, ata ju mbuloj për ju dhe ju jeni mbules për ta. Keni kujdes. Pra Omer Muhtari ka qajtur kur i ka vdek gruaja. Pse? Se nuk ka leju ajo që ai ta ulje kokën. E kështu pra.